Fakt tash jemi krejtësisht në habitatin tonë, sepse gjithë jetojmë në këtë mjedis, gjithë jemi të interesuar, gjithëve na duhet një mjedis i pastër. Por nga ana tjetër edhe fakti që ne trajtojmë persona që kanë nevoja menore dhe fizike, mendojmë se mjedisi është kryesor për marrëvajtjen e shëndetit tyne. Projekti është financuar nga Koplan nëpërmjet një projekti të madh që quhet Green Al ose Shqipnia e Gjelbër, Green Albania. Kemi realizuar disa intervista, kemi prodhuar disa manuale, sidomos për mbrojtjen nga emergjencat civile, nga fatkeqësitë natyrore që do t'i shikonin në vazhdim. Kemi prodhuar një stol i parë i këtij lloji në Shkodër, besoj edhe në Shqipëri, një stol i dedikuar konkretisht për personat me aftësi të kufizuar. Do ta shikoni, është vendosur në Ulish, është pjesë e bashkëpunimit me Bashkinë Shkodër. Dhe po përpiqemi që të sensibilizojmë shoqërinë për çështjet e mjedisit, duke përfshirë një kategori të veçantë siç janë personat me aftësi të kufizuar. Po le të nisemi tek ato të klimës apo tek ato mjedisore, të cilat kërkojnë një organizim të mirëfillt, për të cilët Bashkia Shkodër ka bërë disa projekte, disa aktivitete, dhe është një tematikë që shtjellohet e vazhdon të shtjellohet për të patur në kushte emergjencët një rezultat sa më maksimal, sa më të mirë, në mënyrë që të jemi të gjithë të përfshirë kudo ku ju jetoni dhe veproni. Misioni dhe qëllimi i këtij projektin vetvete, përveç se të evidentojnë ndoshta gjithë problematikat cilat shumë qartë u prezantuan më përpara, është edhe të evidentojnë edhe rolin që secili prej institucioneve vendore ka, rolin shumë të rëndësishëm do të thoja, në koordinimin edhe në evidentimin e gjithë problematikave që janë prezent dhe patjetër në gjetjen e të gjithë zgjidhjeve të mundshme.